Në studio sonte do të flasim me Mazlum Baralion, njohës i çështjeve kushtetuese. Tema e bisedës do të jetë vendimi i shpallur sot nga gjykata kushtetuese sa i përket zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Mirëmbrëma profesor dhe mirë se vini. Mirë se vjen. Sot gjykata kushtetuese nxori vendimin sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri. Si e keni parë këtë vendim? Po, lexova me interesim, analizova me aq sa pata mundësi dhe kohë. Mendoj se është një vendim si edhe herave të tjera, me përplot kontradiktoritete, me përplot kundërthënie të paragrafeve të këtij akti vendimi në këtë rast me njëri tjetrin, me përpjekje për të arsyetuar diversitetet ose dallimet në mes të këtij rasti dhe rastit KO 29 fraksion 11, cili po ashtu ka pasur për objekt trajtimi pengesat, gjithsesi lëshimet procedurale të zgjedhjes së një ish-presidenti tjetër, në këtë rast të zotit Pacolli, dhe një përpjekje jo gjithherë suksesshme, sidomos në pikën 70, gjithsesi paragrafin 70 dhe 75 të këtij akti vendimi, ku përpiqet në gjykata pranë paragrafin 70 ti inkorporoj si pjesë përbërëse e këtij akti vendimi disa nga paragrafet, ma konkretisht paragrafit 80, 81, 82, 83 e tjera, të rastit paraprak, por që për mendimin tim nuk ka arritur të ketë një shkatësi, themi edhe mbashtrimore, edhe argumentuese, të paktën sa i përket premisa autentike për të bërë një formulim dhe arsyetim të dispozitave që vetë i krijon në këtë rast, dhe për të krijuar edhe më shumë për të mos thënë konfuzione huti, atëherë sigurisht kontradiktoritet në të kuptuarit dhe analizimin akademik dhe qytetar të këtij akti vendimi. Keni pritur profesor që të jetë vendimi më i qartë, apo keni pritur që në këtë formë të shpallet? Po, fatkeqësisht për qenë korrekt dhe i sinqert, vetë eksponentët e caktuar të pushtetit të kësaj qeverisje kanë paralajmëruar paraprakisht se çfarë do të jetë vendimi. Dhe ne kemi pritur në një masë të konsiderueshme, por jo 100%, kemi shpresuar që do të ketë korreksi, që do të ketë një metodë tjetër dhe një veprimtari tjetër fare kësaj strukture të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Por në fakt, po, kemi pritur që do të jetë kështu, po jo kaq kontradiktor, dhe kemi pritur që të jetë më pak kontradiktor se ç'ishte rasti paraprak me çështjen sa i përket pra çështjes së asociacionit komuna me shumicë serbe. Edhe atëherë ishte vendimi jashtëzakonisht kontradiktor, i përpiluar në mënyrë ambiguitive, ambivalente, konfuze, edhe këtu kemi një situatë njëjtë. Në këtë rast nuk i vjen që ka dalë, nuk kanë votuar gjyqtarët apo jo? Për cilin rast? Në rastin tani. Po ne nuk e dim se si ka qenë, ajo që e dim është se kërkesa është vlerësuar si e papranueshme, dhe ajo që e dim është që gjyqtari apo gjyqtarja raportuese gjatë raportimit të saj në strukturën e përbashkët dhe tërësore të gjykatës kushtetuese, raporti i saj është pranuar me shumë nga të gjithë, por kur është bërë votimi është bërë sipas asaj që është e shënuar në këtë akt vendim, votimi është bërë me shumicë votash. Pra jo të gjithë, si duket, gjyqtarët kanë pas vendim dhe qëndrim unanim rreth kësaj çështje, dhe kjo flet për diversitetin mendime dhe në qëndrime, po edhe në qasje, dhe flet për atë që po e themi edhe ne, që sigurisht ka shumë çka për dëshiruar në këtë çështje, dhe se nuk është trajtuar në mënyrë unanime nga të gjithë dhe nuk është pranuar në mënyrë unanime nga të gjithë, që të refuzohet kërkesa gjithsesi trajtohet si e papranueshme. Tani kur e kemi këtë vendim të kushtetueses, a mendoni që ish-presidentit Pacolli është bërë e padrejtë 5 vite më parë, vitin 2011? Po, ne e kemi thënë edhe më herët gjatë paraqitjeve tona, më thënë jo vetëm unë, po edhe të tjerët nga bota akademike, se do ta ketë shumë vështirë nëse do të ketë një verdikt korrekt dhe qasje korekte ligjore dhe kushtetuese, dhe do të thosha profesionale të gjykatës kushtetuese në këtë rast, në relacion me rastin e përmendur më parë,
Dhe kjo ndodhej fatkeqësisht që pikërisht duke u përpjekur që ato dispozita të verdiktit, pra ato paragrafe të verdiktit të mëparshëm në rastin Pacolli, sidomos paragrafi 80, 83, 84, është përpjekur të inkorporoj në paragrafin 70 gjykata kushtetuese në këtë rast, por nuk ja ka arritur që të arsyetoj vendimin e mëparshëm për qasjen dhe rastin që ka pas dhe qëndrimin atëherë, përkundrazi e ka vënë spikam, duke dashur të arsyetoj vetveten, në këtë rast e ka vënë spikam dallimin dhe pafuqinë që ti harmonizoj dispozitat, paragrafet, verdiktin në këtë rast me atë rastin tjetër. Pse? Sepse për hir të shikuesve tuaj, ndoshta nëse më lejo, do duhej thënë, sepse ato dispozita, ato paragrafe të ati vendimi, të asaj strukturët e gjykatës, tashmë janë pjesë e kushtetutës, janë bërë. Dhe do duhej të trajtoheshin edhe në këtë rast si pjesë e kushtetutës. Dhe do duhej rrjedhimisht të respektoheshin. Po ja që situata tani është pak më ndryshe qasja, pak më ndryshe dhe kjo gjykatë është përpjekur që për rastin e njëjtë, për situatat juridike të njëjta, të ketë qasje tjetër fare për atë rast dhe qasje tjetër fare në këtë rast. Dhe nuk ka arritur për mendimin tim, mund t'jem gabim, mund t'jem jo i plot, por jam i bindur, që nuk ka arritur në mënyrën e duhur të arsyetoj të paktën qëndrimin e ndryshëm atëherë për të njëjtën çështje, pra fjala është për kvorum, dhe qëndrimin tani, që po ashtu është fjala për kvorum dhe për pauzën që është bërë, për ma tepër këtu i ka heshtur gjitha ato fakte notore dhe evidente, edhe sa i përket antarit komisionit, edhe sa i përket largimit të një pjesë të madhe në mënyrë kolektive të dy herë të opozitës, dhe deputetët të opozitës, edhe sa i përket mungesës e një mandatit të një deputetit të dorëzuar më parë, po edhe sa i përket pauzës, edhe sa i përket kvorumit që qartazi në pikën 80, 81, 82 e 3, të ati vendimin rastin Pacolli, po kjo gjykat ka thënë që të duhej trajtuar madje në bazë jo vetëm të kushtetutës, neni 86, paragrafi 4 dhe 5, të cilin opozita, deputetë e opozitës e kërkojnë që trajtohet si shkelje, por edhe dispozitat e nenit 27 të ligjit për deputet dhe nenit 27.4 të rregullores së punës së Kuventit. A mund të lyp llogarit tash Pacolli, profesor, në këtë kohë për rastin e po është çështje Pacollit, por unë mendoj se në bazë të këtij verdikti që kemi tani, sigurisht që kushdo në situatë të tillë do të interesohet që të kërkoj drejtësi dhe të kërkoj qasjet e njëjtë në këto dy raste, sepse kanë shumë çka të përbashkët dhe ndoshta mund ta bëj ose të mos e bëj është çështje e Pacollit, por sigurisht që elemente dhe bazë mund të gjendet që të bëhet një iniciativë ose një kërkesë e tillë ose një ankesë e tillë në rrethana të caktuara dhe në instancat e caktuara kompetente kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, madje edhe në gjykatën e Strasburgut. Opozita sot tha se në vendimin e gjykatës kushtetuese kanë ndikuar edhe ndërkombëtarët. Sa ju besoni këtyre deklaratave? Po është çështja e opozitës, unë nuk mund të them se ka të drejtë ose s'ka drejtë opozita ose opozita, unë mundem vetëm ta interpretoj atë që lexoj dhe kuptoj nga këto akt gjykime, gjithsesi në këtë rast ky akt vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe bindja imja është që jo rallëherë, jo gjithherë, por jo edhe rallëherë, por shpesh herë, disa konotacione edhe stilistike, edhe përmbajtësore dhe formulative të akt gjykimeve ose akt vendimeve të kësaj gjykate nuk janë të njëjta, nuk ka një stil, nuk ka një gjuhë, nuk ka një uniformitet të njëjtë, të një strukture që punojnë bashkë dhe që do duhet ta korrigjonin njëri tjetrin ose ta përplotsonin për të qenë vendimi produkt i tërësisë pra të antarëve të kësaj gjykate. Edhe më herët në atë vendimin tjetër që kishte të bënte me çështjen e asociacionit, edhe kësaj radhe unë shoh një dorë shumë profesionale, por një dorë edhe ambivalente në njëjtën kohë, e cila din t'i ngatroj formulimet të ndryshme dhe ose përpiqet paktën që të krijoj një ambivalencë për të i njëjtësuar situata të ndryshme për ndryshe juridike në raste të ndryshme, siç janë këto dy raste që i përmendëm, pse që jam i qartë për shikuesit tuaj, por që në fakt përkundër
një stili mjaft të lartë dhe një mënyre, pra një metodologjie të përpilimit mjaft specifike deri në ambivalencë dhe ambiguitet, nuk ja ka arritur të dalë deri në fund, sepse megjithatë ka dalur që ky vendim dispozitat e tij, pra paragrafet janë mjaft kontradiktore me njëri tjetrin dhe jo aq shumë bindëse dhe jo aq faktografike. Megjithatë kemi një vendim tani, opozita a duhet të heqë dorë nga kontestimi i zgjedhjes së presidentit? A duhet të pranoj presidentin e ri? Po, vendimet e gjykatës kushtetuese me kushtetut dhe me ligj, për ligjin për gjykatën kushtetuese, janë vendime obligative për të gjithë ne. Pra, edhe institucionet, edhe qytetarët, pavarësisht shkalla më e lartë dhe e fundit. Nuk ka dyshkallshmëri, pra nuk ka instancialitet, nuk ka mundësi për apelim ose ankimim, dhe duhet pranuar dhe ne duhet mësohemi që na pëlqeu apo s'na pëlqeu një verdikt kësaj gjykate, duhet i pranojmë dhe unë apeloj që kjo të pranohet, sepse është e fundit instancë dhe është e kësaj gjykate, është e njerëzve tanë që kemi votuar ne kemi votuar ata deputet dhe ata deputet i kanë votuar këta gjyqtarë dhe kjo është struktura, ky është niveli ynë, kjo është pasqyra jonë. Pra mund të quhet thaqë president unifikuesi i... Ajo është çështja, ai do duhej të tregonte se tani e tutje sa do të jetë apo s'do të jetë në cilën shkallë do të jetë, po deri me tani fatkeqësisht nuk ka qenë person unifikues sepse nuk është pranuar nga të gjithë, përkundazi është kontestuar nga një pjesë e konsiderueshme e themi deputetëve të Kosovës gjithsesi në këtë rast opozitës, po jo vetëm. Dhe sigurisht që nuk është plotësisht unifikues, mirë po janë mekanizmat kushtetues, shumica e ka votuar dhe këtë shumicë të 2/3 e ka verifikuar, e ka konfirmuar gjykata kushtetuese në këtë rast me këtë verdikt dhe kjo do duhej të pranohej pavarësisht na pëlqen apo s'na pëlqen. Mekanizma të tjerë nuk ka dhe do duhej që të mësohemi që t'i respektojmë vendimet institucionale të institucioneve tona në këtë rast gjykatës kushtetuese dhe gjitha gjykatave tjera, për arsye se nuk sigurisht pavarësisht ambicieve tona edhe qytetare edhe politike, do duhej bërë përpjekje që të mos jenë të tilla, që të jenë shumë më të mira, që të jenë bindëse për qytetarin, që të jenë bindëse për pozitë dhe opozitë, që të jenë bindëse për opinionin publik, të jenë të shkruara me vërtet me përkushtim maksimal dhe të mos ketë edhe huti, edhe konfuzion, edhe themi kontradiktoritet për të mos thënë edhe arbitraritet, në mënyrë që vërtet të krijojnë një bazë, një fundament mirë këto institucione që të jenë kredibile, krijojnë kredibilitet, fitojnë kredibilitet, nuk e kanë fituar, as kjo dhe as të tjera deri me tani në plotni, por që ne do duhet të edukoheshim pra vetën si qytetarë dhe si institucione, dhe opozita është institucione, edhe opozita dhe gjitha pra strukturat e kësaj shoqërie që t'i respektojnë vendimet tona dhe të përpiqemi që t'jenë më të mira, t'jenë më të pranueshme ose të gjithë pranueshme brenda mundësive. A ka bërë mirë që gjykata kushtetuese ka nxjerrur këtë vendim para se të bëhet dorëzim pranimi i detyrës nga Yahya Taqi? Po, ish dashur t'i respektoj afatet e caktuara, janë afatet e para me ligjin për gjykatën kushtetuese dhe me rregulloren e punës së gjykatës kushtetuese. Unë nuk e di se sa i është dashur kohë, po për një punë të tillë unë mendoj që ka mund shumë herë ta bëj, sepse nuk është dashur shumë punë dhe nuk janë thelluar shumë, themi realisht dhe sinqerisht, sa do duhet të argumentonin dhe të shpjegonin, eksplikonin më me detalitet për të qenë më bindës, por sidoqoftë është çështje e tyre dhe nuk pra e gjykatës, çështje institucionale dhe nuk është korrekte që unë tash të paragjykoj ose t'ju them se sa minuta ose sa ditë e sa orë më shumë apo më pak është dashur. Është çështje e tyre, janë afatet ligjore, brenda afateve ligjore është bërë kjo dhe pavarësisht a është një mandat i filluar me 7 prill apo nuk është, ata do duhet ta bënin punën e tyre sipas afateve ligjore të para me kushtetut dhe sidomos me ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregulloren e punës së gjykatës kushtetuese. Profesor, ne të falenderojmë që ishit në studio. Ju lutem, faleminderit juve për ftesën. Ne të nderuar shikues, shkojmë në një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit.